Nuk ka ende asnjë gjurmë nga 30 vjeçari Jurgen Karaj, i cili prej 3 ditësh po kërkohet në lumin mat. Prej 3 ditësh vazhdojnë kërkimet në terren për gjetjen e trupit të pajet të 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet që u rrëmbye nga rrjedha e ujit në afërsi të qytetit të Klosit. Në terren kanë zbarkuar 10 forca të armatosura, por edhe polumbarët e repartit të Reneas, të cilët po kërkojnë gjithë shtratin e lumit të matit. Deri tani nuk është gjetur asnjë shenjë 30 vjeçarit, ndërsa kërkimet pritet të vijojnë pa ndërprerje. Kërkimet për gjetjen e të riut po bëhen me kontrolle në bregun e lumit, në ujë nga polumbarët si dhe dronët. Operacioni po zhvillohet në një gjatësi prej 25 km nga vendi ku ka ndodhur aksidenti deri në hyrje të liçenit të Ulzës në fshatin Urak të Matit. Në terren janë mbi 300 forca të përbëra nga shërbimet zjarfikse të bashkive Mat e Klos, të forcave të armatosura, shërbimet e mbrojtjes civile e vullnetare. Prurjet e lumit të mat kanë rëndjeshëm, por është e vështirë gjetja e trupit për shkak të veshjeve tekstile apo mbeturinave të tjera që kanë ngecur në bimësinë anash lumit. Dyshohet se 30 vjeçari mund të jetë mbuluar edhe nga zhavori, çka e vështirëson akoma më shumë gjetjen e tij për shkak se uji është ende i turbullt.